Kryeministri Edi Rama ka përfshirë çështjen e pasaportës europiane në fushatën e tij për zgjedhjet e 11 majit, duke e përdorur si një mjet për të kërkuar një mandat të katërt qeverisës. Ai thotë se ky mandat është i nevojshëm për të finalizuar procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Rama ka deklaruar se Shqipëria mund të mbyllë negociatat me BE-n deri në vitin 2027 dhe të bëhet antare plot deri në vitin 2030. Nëse Shqipëria bëhet antare e BE-s, çdo qytetar shqiptar do të pajiset me një pasaport që do të përmbajë elemente të sigurisë të standardeve të Bashkimit Evropian. Rama e ka cilësuar këtë pasaport si fytyrën e pasaportës shqiptare europiane. Premtimi i socialistëve është se pasaporta europiane do të mundësojë lëvizje të lirë, mundësi punësimi dhe studimi në vendet e BE-s si dhe përfitime të barabarta në shërbimet shëndetësore dhe sociale. Rama thekson se kjo do të bëjë që shqiptarët të jenë qytetarë të dorës së parë në Europë. Ai ka deklaruar se kushdo pasaportën e BE-s ka vetëm një rrugë të votojë për Partinë Socialiste, thënë ndryshe na jepni votën t'u japim pasaportën europiane. Rama e ka prezantuar veten dhe forcën që ai drejton si mundësinë e vetme për të siguruar pasaportën europiane për shqiptarët dhe për të realizuar integrimin e plotë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. 11 maj është një takim me historinë, sepse në 11 maj të gjithë me votën e tyre do të vendosin për Shqipërinë me BE-n në Europë dhe për të bërë qytetarë të barabartë të Europës duke marrë pasaportën europiane. Këto zgjedhje janë më shumë se sa zgjedhje për Partinë Socialiste. Këto zgjedhje janë më shumë se sa zgjedhje për një mandat të katërt të Partisë Socialiste. Këto zgjedhje janë shumë të ngjashme me zgjedhjet e vitit 1992, kur një shumicë e madhe shqiptarësh dhe shqiptaresh u bashkuan dhe votuan aso kohë Partinë Demokratike, jo se ishin të tërë me Partinë Demokratike, por sepse në ato moment ishte koha, ishte edhe vendi i dur, pra kutia e votimit, që duke votuar për Partinë Demokratike, shqiptarët të ndanin historinë e të shkuarës me historinë e të ardhmes. Nga ana tjetër, komisionerja për zgjerim në Bashkimin Evropian, Marta Kos, gjatë një konferencë për shtyp me kryeministrin Edi Rama në Tiranë në 13 mars, ka theksuar se qytetarët shqiptar do të vendosin se çfarë qeverie do të kenë dhe se nuk pret që zgjedhjet të ngadalsojnë procesin e integrimit, duke lënë të nënkuptuar se nuk është e rëndësishme forca politike që do të fitojë dhe më pas do të drejtojë, më tepër se sa përmbushja e reformave të kërkuara nga Unioni Evropian. Unë nuk pres që zgjedhjet të ngadalsojnë procesin e integrimit në BE, sepse do të ndodhen në një kohë të gjatë dhe është një proces i thellë dhe jam e sigurt që të gjitha ato reforma do të vijojnë dhe këto reforma nuk po kryen nga Shqipëria sepse i do Bashkimi Evropian, por sepse ky është një proces shndërrues, transformues për Shqipërinë dhe janë vetë qytetarët shqiptarë që do ta vendosin se çfarë qeverie do të kenë në të ardhmen, pra me zgjedhjet e ardhshme. Po për mendimin tim, Europa është kaq e mishëruar në Shqipëri sa unë shoh vetëm një të ardhme europiane për ju. Nga ana tjetër, opozita ka reaguar ashpër ndaj premtimit të kryeministrit Rama për dhënien e pasaportës europiane qytetarëve shqiptar, duke e konsideruar si një manovër elektorale dhe një shfaqsim të dështimeve të qeverisë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka theksuar se pasaportat europiane të Edi Ramës janë të pavlera dhe se Shqipëria nuk ka arritur të përmbush kriteret e nevojshme për antarësimin në Bashkimin Evropian. A mund të imagjinoj ka qeverisë 12 vjet dhe as nuk thot se çfarë ka bërë 12 vite dhe as nuk thot se çfarë do bëj 4 vite. Ma jepni thot votën që t'u jap pasaportën europiane. E di si është pasaporta e tij europiane? Si djegësi i Tiranës. A ju kujtohet ju kur dilte thoshte po bëjmë një revolucion të madh për pastërtimin e shpallje emergjencën kombëtare ndaj plerave këto e këto? Ku është djegësi i Tiranës? Kërkum. A e mbani mend se si festoi 2 herë, edhe në 2018 dhe 2016 në çelën e negociatave, shpërndau dekorata,
ambasadorëve, komisionerëve, hapi shampanjë, fishek zjarre, vetëm mashtrime. Fushatat elektorale të secilës forcë politike karakterizohen nga premtime shpesh të egzageruara dhe të harruara pas procesit të votimit. Ngelet për tu parë realizimi i premtimit kryesor të kryesocialistit Edi Rama. Procesi i integrimit në Bashkimin Evropian ka dëshmuar në kohë se është shumë i ndërlikuar dhe indikuar nga një sër faktorësh dhe kjo jo vetëm për Shqipërinë. Afatet e propozuara nga Rama mund të ndikohen nga faktorë të jashtëm, si qëndrimi i vendeve të Bashkimit Evropian dhe përmbushja e reformave të kërkuara, ndërsa përballë shfaqet edhe rreziku për ta lënë Shqipërinë në vend numero përtej premtimeve elektorale.